Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet në lidhje me ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe grupin e personave të përfshirë në franksionin e inceneratorit në Elbasan. Sipas komunikimit të bërë përmes avokatëve të tij, Ahmetaj përballet me 3 akuza kryesore: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje dhe mosdeklarim pasurie. Hetimi ka përfshirë edhe bashkëjetuesen e tjerë, Jola Hoxha, ish-bashkëshorten Albina Mandshka, si dhe shtetasit Andi Boni, Gerian Kuka, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, Sonila Meqemeja, Elidon Begaj dhe Elda Dinaj, të cilët akuzohen për veprime të ndryshme penale të lidhura me këtë dosje. Ky franksion i veçantë u nda nga procedimi kryesor për inceneratorin e Elbasanit, duke u trajtuar si një hetim i pavarur për akuzat e përmendura. Hetimin e kanë udhëhequr 3 prokurorë të posaçëm: Altin Dumani, Kelida Millonai dhe Bledar Maksuti. Ahmetaj është shpallur në kërkim nga SPAK që nga korriku i vitit 2023, ndërsa janë vendosur masa sekuestro për disa prona në emër të tij dhe familjarëve të tij. Aktualisht, ish-zëvendës kryeministri po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për veprën penale shpërdorim detyre në lidhje me dosjen e njohur si Buka SHA. Ky proces shërben si një shtresë e veçantë në hetimet për inceneratorët, duke fokusuar vëmendjen mbi menaxhimin e fondeve dhe përgjegjësinë e personave të lartpërmendur.